Përshëndetje të dashur miq, unë jam astrologja Denisa Shylle dhe ky është kanali im i YouTube-it. Këtu mund të gjeni shumë video në lidhje me ndikimet të ndryshme astrologjike, qofshin ato të kalime planetare, po ashtu edhe periodike. Për të më mbështetur, mund të përgjeni videot e mia, të abonoheni dhe të shkruani komente. Nëse dëshironi, mund të bëni edhe sugjerime në lidhje me videot e ardhshme. Ndonë se të gjitha këto video mund të jenë shumë të detajore, e di që nuk mjaftojnë për të marrë përgjigje për pyetjet tuaja personale. Për të marrë përgjigje këtyre pyetjeve, mund të prenotoni shërbimet e mia. Mjafton që të më shkruani nga numri WhatsApp-it që shikoni në ekran. Dhe po kalojmë me njërë tek tema e ditës, që është parashikimi i javës në vazhdim. Është java e fundit të muajit gusht 2026. Është një ndër javët më të rëndësishme të periudhës po pritem në këto momente. Vazhdojmë që të jemi në ndikimin e eklipsit të diellit, që ishte në datën 12 gusht, dhe gjatë kësaj jave do të kemi dy ndikime shumë të rëndësishme. I pari do të jetë kalimi i Mërkurit tek shenja e radhës, që është ajo e Virgjëreshës. Kjo do të jetë ditën e martë në orën 13:22. Mërkuri tek shenja e Luanit ndihet mirë, pasionant, është e vlefshme edhe në lidhje me komunikimin, është e vlefshme dhe pothuajse me çdo gjë që bëjmë, me çdo veprim që bëjmë. Por kur është i vendosur tek shenja e Virgjëreshës, gjithçka është edhe më pozitive, duke qenë se është edhe drejtuesi kësaj shenje Mërkuri dhe këtu shkëlqen edhe më tepër, ka një ndikim shumë pozitiv tek të gjithë ne. Ndikimi më i rëndësishëm është që bëjmë më analitik, fokusojmë tek gjërat që kanë rëndësi, shikojmë më tepër detajet, të cilat deri në këtë moment mund të na kenë shkarë nga syt, dhe komunikim me një trajt të re, i cila është shumë më tepër funksionale. Fokusojmë më tepër tek zgjidhja e problemeve, sepse jemi edhe më të aftë që të përdorim logjikën tonë, nuk jemi më aq të prirur të vrapojmë drejt pasionit dhe të pengojmë edhe veten tonë për të arritur suksesin. Në këto momente, pra me kalimin e Mërkurit tek shenja e Virgjëreshës, të gjithë fokusojmë më tepër tek prakticiteti i jetës, dhe për këtë arsye kemi shumë më të thjeshtë që të jemi të suksesshëm. Nga ana tjetër do të kemi një ndikim i cili është vërtet shumë i rëndësishëm, është hëna e plot tek shenja e Peshqve. Kjo do të jetë ditën e premten, datën 28 gusht. Përveç se është një hënë e plot, kjo është edhe një eklips hënor, prandaj edhe ka një ndikim shumë më të fuqishëm. Ndikimet për këtë eklips sot mund të gjeni tek video përkatëse. Përtej kësaj kemi ndikime shumë të rëndësishme, sepse të gjitha planetet gjatë gjithë javës do të jenë të aktivizuara. Ndikim më i rëndësishëm do të jetë ai i Uranit, dhe Urani domethënë dhe teknologjia, gjë që mund të thotë mund të kemi si problem me teknologjinë në përdorimin e saj, po ashtu dhe avancime në këtë aspekt. Në përgjithësi tek individi kjo do të ndihet shumë gradualisht, por pika ku duhet jemi të vëmendshëm është që të mos e teprojmë vartësinë ndaj saj. Pra, edhe nëse përdorim AI-n apo teknologjinë në punën tona, duhet të kemi patjetër edhe një kopje, apo duhet të kemi edhe një alternativë tjetër të cilën mund të aksesojmë, pra të mund ta përdorim menjëherë. Në aspektin emocional, kjo është një javë vërtet shumë e ngarkuar, duke qenë se është një hënë e plot dhe veprojmë në mënyrë shumë instiktive. Kemi një ndikim shumë të madh të gjitha planeteve, siç e përmenda, që kësaj jave mund të reagojmë në mënyrë vërtet shumë të padëshirueshme. Kjo mund të shkaktojë dëme të rëndësishme më tepër në aspektin material. Në aspektin emocional, ndihemi shumë të rënduar në këto momente, dhe kjo mund të na çojë edhe në veprime pak më agresive. Mund të vijnë re edhe disa veprime të cilat mund të dëmtojnë edhe marrëdhëniet tona familjare, duke qenë se në këto momente Marsi është i vendosur tek shenja e Gafores, dhe kjo mund të thotë që mund na ngjerë më tepër hatri, apo mund të testojmë shumë më tepër ujëra se çfarë duhet, sidomos në lidhjet tona sentimentale apo në lidhje familjare, siç e përmenda pak përpara. Përsa i përket ndikimeve të tjera të cilat janë shumë të fuqishme gjatë kësaj jave, është edhe në aspektin shpirtëror, duke qenë se kjo hënë e plot, pra eklipsi i hënës, do të prek pikërisht aspektin ton shpirtëror, mund të fokusojmë më tepër tek ideologjitë të cilat janë të gabuara, mund të bijmë më tepër pre e manipulimeve. Prandaj në këtë pikpamje do të këshilloj që të jemi të vëmendshëm. Këto manipulime mund të kenë më tepër prirjen për të qenë në aspektin fetar apo të besimeve. Prandaj në qoftë se në këto momente përballemi me ideologji të cilat janë të reja për ne, do të këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm. Nga ana tjetër, që të veprojmë thjesht në bazë të besimit ose të intuitës tonë është pak a shumë e ndaluar gjatë kësaj jave, sepse të gjitha këto mund të na shpijnë në rrugë të cilat janë pak krye. Pra në çorso kaqe. Kjo javë është një javë e tensionuar, prandaj dhe të gjitha ditët duhet jemi të vëmendshëm. Normal që
gjatë këtij tensioni mund të kemi edhe mundësi që na dalin përpara. Në përgjithësi do të jem për të krijuar disa relata më të shëndetshme ose për të shruar relatat aktuale. Një ndër problemet të tjera që mund të vjetë gjatë kësaj jave mund të jenë dhe probleme me gjumin ose ëndër vërtet shumë të gjalla, të cilat mund të na lodhin pak më tepër. Kemi një imagjinat vërtet shumë të zhvilluar, e cila në disa momente mund të krijojë edhe ankth, sidomos nëse kemi shumë probleme brenda vetes tonë që nuk i kemi zgjidhur dot ende. Dyshimet apo edhe pavendosmëria është shumë e theksuar gjatë kësaj jave, prandaj që të jemi të planifikuar, pra të kemi një plan të saktë të asaj çfarë duam të bëjmë gjatë kësaj jave është shumë e rëndësishme. Dhe përsëris nuk duhet të bien pre e anson emocionale, të gjitha vendimet duhet i marrim patjetër me logjik. Duke qenë se Merkuri do të fillojë që të na ndihmojë që nga dita e martë tutje, do të jetë edhe më e thjeshtë ky aspekt për ta përdorur pra. Analizoj ose marrim vendimet. Dhe po kalojmë një herë tek ndikimet që do të kemi tek shenjat. Ndikime më të rëndësishme gjatë kësaj jave tek shenjat dashur vjen në aspektin e shëndetit. Kjo nuk do të thënë që do të kemi patjetër probleme këtu, do të thënë që fokusojmë më tepër tek këto tematika në mënyrë që ta bëjmë jetën tonë më funksionale në këtë aspekt. Prandaj edhe mund të bëjmë disa përzgjedhje të cilat na lejojnë më tepër kohë për të fokusuar tek aktivitetet fizike. Një të gjë është e vlefshme edhe nëse kemi humbur një kohë shumë të madhe tek një punë e cila nuk ka pasur krye, gjatë kësaj jave arrim që ta perceptojmë mirë këtë, marrim një ndihmë shumë më të madhe nga shoqëria në këto momente, duke qenë se patëm edhe kalimin e aksit të eklipseve ose të nyjes veriore tek shenja e ujorit. Kjo për shenjën e dashit ka një ndikim shumë të madh pozitiv, sepse e çon edhe drejt pasioneve të tij ose më them pasionet e tij e bëjnë që të kuptojë se cili është pozicioni që ata kanë në shoqëri dhe cilët janë njerëzit të cilët mund ta mbështesin për të arritur këtë pasion. Kjo javë për shenjën e dashit mund të thotë edhe probleme me gjumin, duke qenë se kemi imagjinat vërtet shumë të zhvilluar dhe kjo do të derdhet edhe gjatë natës, pra gjatë ëndrave mund të kemi ëndra shumë të gjalla, që mund ta bëjnë shenjën e dashit të jetë i lodhur edhe gjatë ditës, sepse nuk do të flesh shumë mirë gjatë natës. Por në qoftë se këtë moment e përdorim për të përdorur ose për të përtyr për të gjitha emocionet që kemi lënë të papërtypura, atëherë detyrimisht që kjo javë mund të bëhet shumë produktive. Kemi një farë shërimi në aspektin emocional, sepse përballemi edhe me gjëra të cilat nuk kemi pasur guximin që të përballeshim deri në këto moment, sidomos në lidhje me ndjenjat. Prandaj edhe në fund të kësaj jave, shenja e dashit, del një person i cili e kupton më mirë veten e tij dhe di se cili është hapi i radhës. Kjo e bën normalisht shumë më të suksesshëm, e bën më praktik në jetën e tij dhe mbi të gjitha më të fokusuar tek gjërat që kanë më tepër rëndësi, që në këtë rast është shëndeti. Shenja e Demit, për shenjën e Demit, kjo është një javë disi e lodhshme, derisa të arrim tek hëna e plot. Hëna e plot në përgjithësi do të ketë një ndikim disi më pozitiv, disi më zbutës, duke qenë se do të ketë edhe një kënd pozitiv me Chironin, i cili në këtë moment është në retrograd tek shenja juaj. Pak më tepër që kemi një fokusim shumë më të madh. Duke filluar që nga ditë e hënë në aspektin ton emocional, jemi më të fokusuar tashmë për të zgjidhur problemet, nëse kemi probleme brenda shtëpisë ose tek karriera jon, sepse kemi hedhur ditë të hapa që jemi të pasigurt, gjatë ditës së martë dhe ditës së mërkur fillojmë që të perceptojmë shumë më mirë se cilat janë hapat e radhës, prandaj dhe i zgjidhim këto probleme. Në aspektin familjar, dim se si të komunikojmë, prandaj dhe i zgjidhim këto gjëra, ndërkohë që në aspektin profesional pak a shumë marrim një ndihmë edhe nga të gjithë kolegët tanë ose edhe nga shoqëria jonë, në mënyrë që ne të perceptojmë të gjitha pikat ku nuk kemi parë deri në këto momente. Në aspektin emocional, shenja e Demit është vërtet shumë ndikuar në këtë rast pozitivisht. Do të kemi kalimin e Merkurit tek shenja e Birgjëreshës dhe kjo bën shenjën e Demit shumë më të aftë për të artikuluar mendimet e tij dhe ndjenjat e tij, që mund ta bëjë që të krijojë të lidhje shumë më të shëndetshme, shumë më tepër afatgjata në këto momente. Kemi një ritakim edhe me elementet e të shkuarës, kjo mund të thotë edhe shoqëri që kthehen nga shkuara, mund të thotë edhe punë ose propozime që vijnë pikërisht nga shkuara, dhe këto kanë një ndikim shumë pozitiv si në aspektin emocional në lidhje me krijimin e një lidhje ose marrëdhënie të re, qoftë edhe kjo shoqërore, po ashtu edhe në aspektin profesional, ku mund të marrim edhe një rrugë të re ose mund të nisim edhe një projekt të ri. Shenja e binjakëve, shenja e binjakëve gjatë kësaj jave mund të jetë një nga shenjat me ndikime disi më të sforcuara, duke qenë se do të kemi një hënë të plotë ose një eklips të hënës në kënd negativ me Uranin që është i vendosur në këtë momente tek shenja juaj. Kjo nuk do të thotë se nuk kemi rrugë dalje, përkundërzi rrugë dalje është shumë e thjeshtë, mjafton që të jemi më të qetë dhe të mundojmë të shikojmë fotografin të plot. Në të vërtetë, kjo hënë e plot do të nxjerrë shumë herë më tepër në sipërfaqe problemet që kemi ne tek vendi i punës, tek
jeta jonë profesionale, po ashtu edhe tek jeta jonë familjare. Kjo na bën që të jemi më praktik tashmë në këto pikpamje, duke qenë se i njëjti aneplot dhe njëjti eklips do të jetë edhe në takim me Mërkurin, që është drejtuesi juaj. Kjo ndikon shumë më tepër për të perceptuar vendosin që ne kemi në familjen tonë ose në shoqëri. Gjatë kësaj jave, shenja e binjakëve lodhet pak më tepër, por nga ana tjetër kupton edhe shumë mirë se çfarë duhet të bëj. Pra ka një farë sqarimi brenda vetes, kemi një fokusim shumë më të madh tek jeta jonë profesionale. Kjo është diçka e mirë në të vërtetë, sepse këtu marrim dhe një ndihmë shumë më të madhe nga sistemi. Spastrojmë një herë të gjitha tematikat të cilat na kanë bërë që të ndjehemi pak a shumë të ngujuar tek marrëdhëniet tona familjare ose të zgjidhim problemet që ekzistojnë këtu, ose në disa raste mund të bëjmë atë thjeshtë në tonë familjar ose brenda grupit shtëpisë, dhe kjo detyrimisht gjatë gjithë kësaj jave është një temë që do të shqyrtohet në mënyrë që ne të kuptojmë shumë më mirë se cilat janë elementet që na duhen dhe cilat janë ato që tashmë duhet t'i lëmë mbrapa. Kemi një ndikim shumë të rëndësishëm edhe në aspektin ton psikologjik, duke qenë se kemi një urancë që është shumë indikuar në këto momente, do të mund të marrim edhe disa informacione të cilat nuk na pëlqejnë ose që do të na përballim me një anë tonë ose me një aspekt tonë i cili nuk na pëlqen, dhe kjo mund të thotë edhe një ballafaqim shumë më i madh edhe me punët që kemi bërë deri në këto momente, e njëjta gjë është e vlefshme edhe me marrëdhënien se si kemi kryer ato deri në këto momente. Prandaj dhe për shenjën e binjakëve në përgjithësi kjo javë mund të jetë një javë ballafaqimesh, por si përfundim del një shenjë e cila ose dalin persona të cilat janë shumë më tepër efikas në jetën e tyre, dhe mbi të gjitha nuk humbasin kohë edhe në karrierën e tyre, po ashtu edhe në jetën e tyre personale me tema ose me individ të cilët mund të edhe t'i harxojnë kohën kot. Për sa i përket aspektit shëndetësor, edhe ju jeni një nga shenjat që ndikojnë, prandaj dhe do t'ju këshilloj që t'i merrni parasysh të gjitha simptomat që ju jep në këto momente trupi juaj. Nëse jeni të vëmendshëm, normal që keni shumë më të thjeshtë dhe të kaloni problem që ose ndodhin. Pika ku mund të jetë pak më e prekshme gjatë kësaj jave do të jenë infeksionet, sidomos ato që lindin nëpërmjet kohës ose nëpërmjet aparatit tretës. Shenja e gaforës, shenja e gaforës është shenja më e ndikuar gjatë kësaj jave. Kemi një eklips të hënës dhe duke qenë se hëna do të mbulohet nga toka dhe drita që merr nga dielli është e sfiduar, kjo për shenjën e gaforës do të thotë që gjithë kësaj javë mund të ketë sfida të dukshme në çdo aspekt të jetës së saj. Të gjitha këto sfida në të vërtetë na bëjnë të ballafaqohemi shumë më tepër me aftësitë tona, gjë që faktikisht na tregon dhe shumë mirë rrugën që duhet të ndjekim pas kësaj. Duke qenë se do të jemi më të aftë për të perceptuar atë ku jemi të paaftë, e dimë dhe se çfarë duhet të lëmë mbrapa tashmë. Pikat që duhet të lëmë mbrapa janë fanatizmat e panevojshme. Të fillojmë që ta ndjejmë që nga dita e hënë, kur do të kemi një hënë të vendosur tek shenja e brecjapit, dhe kjo në të vërtetë na detyron që të ballafaqohemi me problemet që ne kemi shkaktuar brenda lidhjeve tona, qofshin ato lidhje sentimentale, qofshin ato dhe lidhje profesionale. Prandaj dhe jemi persona të cilët tashmë i kuptojmë detajet shumë më tepër efikasitet. Kemi një komunikim shumë më të saktë dhe produktiv, duke filluar që nga dita e martë të tutje me kalimin e Mërkurit tek shenja e Virgjëreshës. Njëjti Mërkur do të jetë edhe në takim me diellin gjatë eklipsit të hënës, që është ditën e premte. Prandaj dhe shenja e gaforës ka mundësi që gjatë gjithë kësaj jave gradualisht të mund të përdor komunikimin e saj për të rregulluar të gjitha tematikat që përmenda në fillim. Pra, të heqë dorë nga ideologjitë e fanatizmat e panevojshme, të ballafaqohet me pikat ku ajo ka mbajtur veten e saj mbrapa, dhe fare kësaj të mund të rritet si individ. Kemi mbarimin e kushtëzimeve që se javë për shenjën e gaforës, por kjo nuk do të thënë se është e thjeshtë, do të thotë thjesht se kemi këtë si mundësi, nëse do të mundemi ta përdorim është komplet në dorën e individit. Për sa i përket aspektit shëndetësor, shenja e gaforës është një ndër shenja më të prekur. Arsyeja e kësaj është sepse, siç e thash, do të kemi mbulimin e hënës, dhe kjo për të domethënë edhe dalin në skenë të problemeve që ekzistojnë brenda trupit tonë. Për të gjithë personat që kanë simptoma në çfarë do lloj pjesë të trupit tuaj, do të këshilloj që të merrni parasysh që të jemi të lodhur është më së normale, sepse ky është një ndër ndikimet e eklipsit të hënës, por nga ana tjetër, nëse se nuk kemi fuqinë e mjaftueshme ose nëse kemi sinjale dhimbje të ndryshme brenda trupit tonë, do të këshilloj që të shkonim patjetër te doktori dhe t'i merrnim seriozisht. Ky është një ndër momentet ku nëse se marrim masa, mund t'i dalim përpara të gjitha problemeve shëndetësore që mund të hasemi edhe në të ardhmen, por nëse e lëm pas dore, mund të shkaktojë probleme të rëndësishme në të ardhmen tonë. Prandaj do të këshilloj me ngul që të fokusohemi më tepër tek shëndeti jon fizik gjatë gjithë javës.
Shenja e luanit. Për shenja e luanit vazhdojmë që të jemi në ndikimin e eklipsit të diellit, për gjitha shenjat e zjarrit, vazhdojmë që ta kemi këtë ndikim, po sidomos për ju, duke qenë se eklipsi i diellit ishte vendosur tek shenja e juaj dhe kishte një ndikim që sfidonte pothuajse në çdo aspekt të jetës. Çdo gjë që ndodh në këto momente në jetën tuaj mund të jetë pak edhe si sulm. Në momentin që e kuptoni që kjo është diçka që po ndodh në ambientet, nuk e merrni shumë personale, normal që është thjesht për të kaluar, por mund të jetë pak më thjesht për të thënë se për të bërë, prandaj edhe po ju paralajmëroj. Ndërkohë që eklipsi i hënës që do të jetë ditën e premte, për ju domethënë rihapjen e tematikave të cilat janë karmike ose cikleve karmike, ose në disa raste edhe mbylljen e tyre, gjë që mund të thotë mbylljen e borxheve, si karmike, pra që të jenë ato emocionale, po ashtu dhe materiale. Për këtë arsye për shembull e luanit, kjo hënë e plot është shumë e rëndësishme, ose ky eklipsion është shumë i rëndësishëm, sepse do të thotë edhe mbarimin e një periudhe gjatë të cilës mund të jeni ndjerë të pavlerësuar ose në disa raste që nuk i keni të vlerën e dur gjërave që kishit në jetën tuaj. Kjo është java gjatë të cilës ju fokusoheni gradualisht tek të gjitha këto tematika. Duke filluar që nga marrëdhëniet që keni me trupin tuaj, po ashtu edhe me kolegët tuaj, duke vazhduar nga marrëdhëniet që keni me partnerët tuaj dhe duke përfunduar deri tek marrëdhëniet që keni me ideologjit dhe me rrugën që duhet të ndiqni në jetë. Prandaj edhe kjo është java më e rëndësishme për ju. Nëse i merrni të gjitha gjërat hapasapje, keni shumë më të thjeshtë që të vlerësoni edhe veten tuaj, por edhe gjërat që keni në jetën tuaj ashtu siç duhet, por në qoftë se humbisni me gjërat e parëndësishme ose kapeni pas egos tuaj, normal që kjo mund të jetë një javë shumë e vështirë për ju dhe mbi të gjitha problemet që shkaktoni vetes gjatë kësaj jave do të vazhdojnë që t'i ndjeni pasojat edhe për 6 muaj në vazhdim, prandaj përsëris duhet të jemi shumë të vëmendshëm në gjërat që sapo përmenda. Shenja e Virgjëreshës. Drejtuesi juaj do të kalojë tek shenja juaj ditën e martë. Por, gjatë ditës së hënë do të kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm, duke qenë se i njëjti Mërkur, pra drejtuesi juaj, do të jetë në takim me yjen jugore. Kjo për ju domethënë një botë e brendshme vërtet shumë e ngarkuar, fokusim tek gjërat të cilat janë të panevojshme ose tek situata që vijnë nga e shkuara. Dhe duke qenë se të gjitha këto mund të lodhin, mund të mos keni energjinë e nevojshme për të dalë përpara problemeve që mund të nxjerrin individet që keni në jetën tuaj në këto momente. Këtu bëhet fjalë për partnerët tuaj, sidomos ato sentimental, por mund të bëhet fjalë edhe në lidhje me familjarët tuaj. Në qoftë se ju fokusoheni thjesht tek mbrojtjen e juaj psikologjike gjatë ditës së hënë, ditëve në vazhdim, është shumë më thjesht që të bëni ballë problemeve, sepse perceptimi juaj do të jetë shumë më i saktë. Me kalimin e Mërkurit tek shenja juaj ku ndjet vërtet shumë mirë, ku jeni tashmë shumë më të kthjellët në idetë tuaja, fokusoheni tek detajet të cilat janë më të rëndësishme dhe mbi të gjitha bëni analiza vërtet shumë të sakta. Duke qenë se i njëjti Mërkur gjatë gjithë javës do të ketë edhe një kënd pozitiv me Chironin, kjo domethënë edhe shërimi i problemeve që mund të keni në lidhje me edukimin ose me trajnimet. Një njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me dokumentat që kanë të bëjnë me daljen e shtetit. Në këtë rast gjitha marrëveshjet që kanë të bëjnë me shtetin apo trajnime të ndryshme, gjatë kësaj jave marrin një formë të re, trajt zgjidhje ose përfundimtare. Përsa përket aspektit emocional, dita e hënë është nga ditët më problematike, por nga ana tjetër mund të jetë edhe shumë më tepër produktive. Mund të bëjë problematike sepse gjatë kësaj dite, siç e thash, jemi pak më të ngarkuar, por nga ana tjetër kemi edhe më tepër fat për të kryer diçka më tepër produktive. Prandaj, në vend që të fokusohemi tek trusnia që ndjejmë nga ambienti që na rrethon, nëse fokusohemi tek ajo çfarë ndijmë për një person të caktuar dhe mundojmë që ta artikulojmë atë ashtu siç duhet, mund të bëhet pak më tepër praktike, ndërkohë që vazhdimi i javës, siç përpërsisë edhe një herë, është shumë më tepër pozitiv. Hëna e plotës, eklipsi i hënës do të ndodhë përballë me ju dhe kjo domethënë fillime të reja ose mbarimi i lidhjeve problematike. Kjo domethënë fillimi i një periudhe të re e cila është shumë më tepër efikase dhe shërimi në aspektin emocional. Do të na duhet që të punojmë drejt saj, mënyra se si mund të punoni është që të hiqni nga jeta juaj gjëra që janë problematike ose që po kalben në këto momente që mund t'i shikoni dhe të fokusojnë tek gjërat të cilat janë funksionale ose gjërat të reja, projekte të reja që dëshironi të ndërtoni. Shenja e Peshores gjatë kësaj jave ka një ndikim shumë të fuqishëm, do të kemi një eklips të hënës tek shenja e Peshqve dhe kjo për ju domethënë shëndeti fizik. Është një ndikim shumë i rëndësishëm, sepse gjatë kësaj jave mund të vini re gradualisht se cilat janë pikat që janë të dobta në trupin tuaj ose në organizmin tuaj. Nëse i merrni parasysh, keni shumë më të thjeshtë të dini përpara, por nëse i lini
pas dore, kjo mund të thotë edhe një përkesim shumë rëmimat gjatë javës në vazhdim ose pas eklipsit të hënës, i cili do të jetë ditën e premte. Kemi një fokusim shumë më të madh tashmë tek ana praktike e gjërave, do të kemi edhe Mërkurin që do të kalojë tek shenja e Virgjës, kjo do të thënë një intuit shumë më lart për ju, duke qenë se në këto momente keni të vendosur Venusin që është drejtuesi juaj tek shenja juaj. Gjatë gjithë kësaj jave kemi një fokusim shumë më të madh tek balanca që po kryejmë jetën tuaj, si në aspektin profesional, por ashtu edhe në aspektin emocional, si në lidhje me partneritetet tona. Është një javë produktive, por përsëris duhet të jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin fizik. Për sa i përket prakticitetit ose gjërave që bëjmë në jetën tonë të përditshme, nëse jemi përzgjedhës, do ta lodhim veten tonë më pak dhe do të na ngjelem më tepër kohë për të fokusuar tek gjërat që kanë rëndësi, që në këto momente janë heqja nga jeta jonë e rutinave të pashëndetshme dhe fillimi i një rutine më të shëndetshme. Mund të jetë më tepër vlefshme edhe në lidhje me dieta, por nëse duam që të fillojmë një dietë të shëndetshme ose të ushqejmë më shëndetshëm, kjo është një javë vërtet shumë produktive në këtë aspekt. Ndihma në këto momente vjen nga shoqëria, do të vazhdojë që të jetë kështu edhe për javët në vazhdim, por sidomos ky eklips i hënës do të ndikojë edhe më tepër, nëse se keni një paqartësi brenda vetes ose doni që të merrni një vendim, do të këshilloj patjetër që të merrni këshilla prej shoqërisë tuaj. Shenja e Akrepit, kjo është një ndër momentet më kritike në jetën e shenjës së Akrepit. Kjo është një ndër javët gjatë të cilës kemi mundësi që të bëjmë shumë, por duhet jemi të vëmendshëm në përzgjedhjen e asaj çfarë bëjmë. Nëse ne kapem pas detajeve të panevojshme, do të humbasim mundësi të shumta, por nëse bëjmë një plan dhe aplikojmë atë, është një ndër javët me pozitivitetin më të lartë. Kemi një spastrim të gjitha ndjenjave të cilat janë problematike dhe fillimin e diçka të re shumë të pozitive. Për shenjën e Akrepit, kjo është një javë me produktivitet të lartë dhe me fat nëse arrin që të përdoret, ose mund të jetë një nga javët më problematike nëse nuk jemi të programuar. Prandaj, këshilla për shenjën e Akrepit është detyrimisht e qartë, duhet të bëjmë një program të saktë dhe ta ndjekim atë. Kemi një efikasitet vërtet shumë të lartë për sa i përket përdorimit të kohës tonë, është e vlefshme edhe për sa i përket jetës tonë profesionale, është e vlefshme edhe për sa i përket jetës tonë personale. Për të gjithë ata që duan të ndërtojnë një rutinë të re i cili i mbështet shëndetin tyre fizik, është një javë vërtet ideale, sidomos deri ditën e premte do ta ndjejmë shumë më tepër këtë, ndërkohë që pas ditës së premte do të këshillojmë më tepër që të fokusohemi tek gjërat që duhet të heqim tashmë nga jeta jonë. Kjo mund të thotë edhe dinamika problematika, mund të thotë edhe vesa apo zakone të tilla, ndërkohë që kemi në këto momente edhe një Mars i cili është vendosur tek shenja e Gafores. Kjo mund të bëjë ju persona të cilat zgjidhni gjërat e gabuara për sa i përket ideologjive, ose mund të jeni pak më të kushtozuar nga frika juaj. Kjo normal që është në varësi të eksperiencave të shkuarës, por nëse thjesht merrni një moment dhe kupton se pse i keni këto kushtozime, mund ta keni të thjeshtë sa javë që të kaloni ato, dhe fal kësaj mund të ndërtoni edhe diçka më të shëndetshme, më afatgjat dhe mbi të gjitha më të bekat. Kjo javë mund të thotë edhe surpriza në aspektin profesional, mund të merrni propozime për të rritur në karrierën tuaj, por duhet të jeni shumë të vëmendshëm në atë çfarë zgjidhni, duke qenë se jo gjithçka që ju propozohet është e logjikshme. Shenja e Shëgjetarit, do të kemi një eklips të hënës i cili ju ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë. Ju mund të jeni shenjë që mund të ndjeni pak më të ngarkuar nga ky eklips. Kjo ngarkesë mund të jetë edhe në marrëdhënie që keni me familjen tuaj apo në jetën tuaj profesionale, si dhe me veten, që është pjesa më e rëndësishme. Në këto momente të shenja Shëgjetarit kemi fillimin e një periudhe të re më produktive, të një periudhe brenda të cilës ju ndjeni shumë më të vlerësuar, si nga rrethi juaj i ngushtë, po ashtu dhe nga rrethi më i gjerë, pra në aspektin edhe profesional, po edhe autoriteti që keni në shoqërinë në përgjithësi. Prandaj edhe ky eklips është momenti i fundit ku ju filloni dhe të ballafaqoheni me dyshimet që keni si për veten dhe ai njëjtë është e vlefshme edhe për aftësitë tuaja. Në lidhje me aftësitë, mund të dalin në sipërfaqe në këto momente talente që janë të fshehura ose aftësitë tuaja që janë pak të fshehura, si që nuk keni më pasur guximin që në disa raste dhe kohën që të mund t'i përpunoni ose që t'i bëni efektive në jetën tuaj. Ky eklips i hënës vërtet që do të nxjerrë më tepër në sipërfaqe dhe do të keni më tepër mundësi që t'i përdorni ato. Mundësia e komunikimit është shumë më e lartë, pra keni aftësi komunikative shumë më të lartë, e cila detyrimisht ndihmon që të bëni edhe projekte apo të mund të
rregulloni ose të përmirësoni edhe për atë që keni filluar tashmë, duke qenë se do të kemi një ndryshim edhe në mënyrë se si e perceptoni jetën në përgjithësi, jetën familjare po ashtu edhe të profesionale. Kjo është një nga javët më të rëndësishme për ju. Që sa javë e rëndësishme është që duhet jemi më të qetë dhe nëse ndihemi fare trysnie nga jashtë, duhet ta marrim me moderitet gjithçka. Nëse thjesht i bëjmë gjërat një nga një, do të kuptojmë që gjithçka është e vëshme, por nëse bjem prej tensionit ose trysnis që ndjem nga jashtë, do të bëjmë panik më të madh dhe nuk do të kemi mundësi që të realizojmë të gjitha gjërat që përmenda pak më përpara. Është një javë vërtet shumë e rëndësishme për të gjitha shenjat, por sidomos për ju duke qenë se jeni një shenjë ndryshueshme. Le të themi në këtë mënyrë është mbyllja e një procesi i cili ka filluar ose që keni punuar gjatë këtyre një viti e gjysmë. Shenja e bricjapit është një shenjë shumë e ndikuar gjithsesi, fillojnë ndikime që nga dita e hënë, duke qenë se hëna do të jetë vendosur tek shenja juaj, pak më tepër që ka edhe një kënd negativ ndonse të largët edhe me drejtuesin tuaj që është Saturni. Çfarë do të thonë të gjitha këto? Ndjeni një trysni të vazhdueshme për të qenë produktiv gjatë gjithë javës. Doni që të bëni gjërat, të mbaroni shpejt e shpejt, të çoni çdo gjë në vendin e tyre, ndërkohë që kjo është e pamundur sepse ky është një ndër momente ku ne si fillim do të perceptojmë se çfarë nuk funksionon. Dhe kjo është ajo çfarë duhet të bëni, të paktën deri ditën e premte. Të perceptoni njerëz se çfarë nuk funksionon në jetën tuaj personale, po ashtu edhe të profesionale, cilat janë projektet që nuk janë afatgjatë, pra që nuk mund të funksionojnë afatgjatë, dhe cilat janë gjërat të cilat nëse vazhdoni të punoni, do të kemi produktivitet në të ardhmen. Nëse arrini që të bëni këtë, e keni shumë më të thjeshtë, nuk humbisni kohë dhe mbi të gjitha nuk e ndjeni të trysnin për të bërë gjërat njerëz, pra siç e përmenda në fillim. Mund të merrni një ndihmë shumë të madhe gjatë gjithë javës nga partnerët tuaj. Këtu nuk bëhet fjalë thjesht për partner sentimental, vërtet që gjatë javës mund të bëhet fjalë më tepër për shoqërinë, për partnerët në jetën tuaj, njerëz me të cilët kaloni më tepër kohë ose keni zgjedhur që të keni në jetën tuaj. Dhe fal kësaj, arrim që ta shikojmë gjithçka në perspektivë pak më të gjerë dhe të kuptojmë edhe cilat janë detajet e rëndësishme. Kjo është një nga javët që bëhet vërtet shumë produktive. Përse deri ditën e premte do të kushtoj që të përzidhni mirë se cilat janë gjërat që funksionojnë dhe ato që nuk funksionojnë. Ndërkohë që pas ditës së premte, tashmë do të fillojmë që të heqim nga jeta jonë. Automatikisht do ta këshillojë gjëra që nuk funksionojnë. Të fokusohemi vetëm tek gjërat të cilat janë produktive, na bëjnë të lumtur dhe mbi të gjitha na sillin të ardhurat të mira materiale. Kjo është pjesa më e rëndësishme në këtë moment tek shenja e bricjapit. Ju duhen të ardhurat materiale në mënyrë që mund të ndërtoni jetën që ju dëshironi të ndërtoni dhe që duhet të ndërtoni, sepse ky është një momentet më kritike në këtë aspekt. Nëse fokusohemi tek ana produktive, kemi më shumë më të thjeshtë, po nëse humbasim kohë me detaje të panevojshme ose me punë të panevojshme, normale që mund të bëhet një nga javët më problematike, sepse problemet që shkaktojnë gjatë kësaj jave do të na bëjë që të mbartim dhe të rregullojmë edhe gjatë javës në vazhdim. Shenja e ujorit, duke qenë se në këto momente kemi shumë vendosje të shenjat e ajrit, në të vërtetë për ju zgjidhja shumë më e thjeshtë. Do të kemi kalimin e mërkurit tek shenja e Virgjëreshës ditën e martë dhe kjo për ju është diçka shumë pozitive. Kemi një fokusim shumë më të madh tek ana juaj materiale, dhe kjo në të vërtetë ju ndihmon vërtet shumë për të bërë gjëra të cilat kanë produktivitet, pra nuk humbisni kohë me gjëra të cilat janë ende projekte në ajër, fokusohen tek gjërat që janë në materie dhe kjo është diçka e mirë në këtë rast. Kuptoni më mirë se cilat janë detajet që duhet të hiqni ose duhet të shtoni tek një projekt i caktuar që mund të keni kohë dhe që e keni filluar. Pra, gjatë kësaj jave bëni personë të cilët janë më tepër këmbë në tokë. Problemi do të vijë gjatë eklipsit të hënës, duke qenë se drejtuesi juaj që është Urani është në kënd negativ me këtë eklipsi me diellin, po ashtu edhe me hënën. Kjo për ju do më thënë, fokusimi tek detajet e gabuara në lidhje me diçka që po fillon tani, ose që keni dëshirë ta filloni tani, mund të jetë e vlefshme edhe në lidhje me aspektin emocional, mund të jetë e vlefshme edhe në lidhje ose edhe më tepër në aspektin profesional ose që në diçka që ka të bëjë me të ardhurat materiale. Prandaj që të jemi të vëmendshëm me diçka që do të fillojmë gjatë kësaj jave është shumë e rëndësishme. Këshillojmë më tepër që deri ditën e premte të programojmë mirë situatën dhe pastaj të fillojmë që të aplikojmë atë. Ndonse Urani është në kënd negativ dhe gjithmonë shkakton probleme,
kjo nuk do të thënë se këto probleme nuk mund të përdoren në mënyrë pozitive. Të gjitha problemet që dalin në këto momente, nëse i piketojmë, atëherë dimë dhe si të zgjidhim ose të gjejmë edhe mënyrë për të zgjidhur, në fakt kësaj çdo gjë që ne mundohemi që të ndërtojmë jetën tonë, e bëjmë në mënyrë më të thjeshtë, sepse kemi hequr qafe të gjitha problemet që mund të dalin gjatë rrugës. Në aspektin sentimental jeni një ndryshim më të ndikuara, siç e përmenda, për gjithçka që mundoheni që të kryeni tani ose të filloni tani, duhet jeni të vëmendshëm, por kjo nuk do të thonë se lidhjet që krijon në këto momente duhet të jenë patjetër problematike, përkundrazi duke qenë se eklipsi i diellit që ishte në datën 12 gusht, juve përballet shumë më tepër me probleme që mund të kenë ekzistuar brenda marrëdhënieve në çiksin të shkuar poshtë në të tashmen, e keni shumë më të thjeshtë tashmë që të jetni hapur më të sigurt dhe pak më tepër jeni më tepër produktiv, pra siç e thash, sepse jeni më tepër me këmbë në tokë. Dhe shenja e fundit që është e peshve, do të kemi një eklips të hënës që është i vendosur tek shenja juaj, prandaj ju detyrimisht jeni një shenjë shumë ndikuar. Aspekti më ndikuar është në pothuajse në çdo aspekt tjetër, por pika ku preket më tepër është ana juaj fizike. Në qoftë se kemi një lobje e cila nuk po na ikën dot, pavarësisht se flejmë ose shpërndemi shumë, është diçka që është kalimtare, do t'ju këshilloja që të shplodheni sa më tepër që të keni mundësi. Komunikimi mund të bëhet pak i vështirë, sidomos duke filluar që nga dita e martë e tutje, edhe pse Mërkuri do të kalojë tek shenja e Virgjeshit ku ndihet mirë, kjo për ju mund të thotë edhe fokusimi tek detajet që janë të panevojshme, sidomos në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Këtu është e vlefshëm për të gjitha llojet e marrëdhënieve, por më tepër ka të bëjë me marrëdhëniet tuaja sentimentale, për marrëdhëniet që janë brenda çiftit. Ajo çfarë do të këshilloj që të bëni gjatë kësaj jave është që të flisni pakës më shkurt dhe në direkte në temë. Në qoftë se mundoheni që të shpjegojeni shumë, mund të humbisni në mendimet tuaja dhe të largoheni nga tema, ose nga çfarë dëshironi që të thoni. Prandaj edhe mund të bëhet më vështirë që edhe të artikuloni dhe të kuptoheni nga personi përballë. Në momentin që flisni shkurt, qartë dhe shqip, pra në këtë rast, është detyrimisht shumë më e thjeshtë. Për sa i përket ndikimit që do të ketë eklipsi i hënës, detyrimisht do ta gjeni edhe tek video përkatëse, por ajo çfarë do të vijë drejt kulmimit deri ditën e premte, janë marrëdhëniet tona familjare. Problemet që ekzistojnë këtu, si në marrëdhënie familjare, por po ashtu edhe në banesë, në qoftë se kemi pasur një nevojë shumë të madhe për të ndryshuar ambientin tonë, ky eklips i hënës na bën më të qartë. Nëse kemi vërtet një dëshirë të tillë, apo thjesht ka diçka që nuk shkon brenda banesës tonë ose brenda këtyre marrëdhënieve. Prandaj edhe kemi aftësinë për të ndryshuar këto dinamika, për të shëruar në një farë mënyre. Ky shërim vjen më tepër nëpërmjet komunikimit, i cili ndonse, siç e përmenda në fillim, mund të duhet të përdoret në mënyrë shumë specifike, është edhe vërtet shumë produktiv nëse përdoret në atë mënyrë. Në aspektin profesional jeni një ndryshënje që keni një thellësim vërtet shumë të madh. Ky thellësim detyrimisht ju ndihmon që edhe të zgjidhni rrugën më mirë dhe si vetë të bëni shumë më të suksesshëm. Gjithsesi, duke qenë se ky eklips i hënës ndikon vërtet shumë edhe tek shëndeti fizik, tek të gjithë ne, për ju do të këshilloj specifikisht të jeni shumë më të vëmendshëm, duke qenë se ju prek edhe më tepër aspektin fizik, pra siç e përmendëm edhe përpara. Prandaj çdo lloj simptome që të keni, do të këshilloj të merrni më tepër parasysh, të shplodheni sa më tepër që të keni mundësi, dhe normalisht nëse keni mundësi të notoni, sepse ajo gjithmonë e bën mirë. Këto ishin ndikimet që do të kemi gjatë kësaj jave. Shumë faleminderit të gjithëve që më ndoqët dhe shihemi përsëri gjatë ditës së ardhshme. Pafshim.